jemi në dieni të gjitha problematikave që ekzistojnë në qytetin e Vlorës, kryesisht lidhur me infrastrukturën rrugore për shkak të ujësjellësit që është duke kryer punime tani. Kompania që ka marrë përsipër këtë punë publike është duke vijuar me shtrimin dhe mbulimin e të gjithë kanaleve, të gjithë të cilat janë hapur me këtë problematik. Sigurisht që kontrollohet nga neve çdo gjë, por duhet të kemi dhe, po themi, pak durimin që të presim derisa të përfundojnë. Kanë filluar rrugët kryesore, një pjesë e tyre janë përfunduar. Sa të mbarojnë dhe pjesët e shtrimit të kanaleve, do vijohet dhe me sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Kemi problematika lidhur dhe me sinjalistikën vertikale, sepse të them të drejtën, i vjedhin dhe i heshin. Kemi pas raste që kemi vendosur sinjalistik vertikale dhe duke qenë se nuk u pëlqen një tabel për ndalim kalimi diku në një rrugë, ditën tjetër e kemi gjetur të hequr si tabel. Gjithsesi, drejtoria e shërbimeve publike, ndërmarrja e shërbimeve publike, ka marrë masa për këtë, ka çelur fondin lidhur me pjesën e sinjalistikës horizontale dhe vertikale dhe është duke punuar në segmente të ndryshme të qytetit.